në vazhdimsinë e mësimeve tona të ditës së mërkurë, por se dielën e shtyëm, pra nuk e bëm mësimin, e shtyëm për sot, dhe mësimi i sotëm është vazhdimsi e mësimit të kaluar që folëm për që lutja është prej adhurimit të Allahut madhëruar. Lutja në vetvete do thotë kërkim. I kërkon Allahut madhëruar diçka që ti shpreson që Allahu ta plotësoj për të mirave, ose i kërkon Allahut madhëruar diçka që ti i friksohesh, kërkon që Allahu të ruaj prej saj. Ndoshta kur ne e parashtruam mësimin e kaluar këtë temë, disa prej nesh mund të çuditet dhe të thotë si është e mundur që të ketë prej besimtarëve që se bëjnë dot dallimin midis adhurimit të vërtet dhe lutjes, duke dyshuar se lutja ose të kërkosh diçka dikujt për gjërave që ai s'ka mundësi, që i takon vetëm ta kërkosh për Allahut azza wa xal, ai ta ketë të paqartë që kjo është gjithashtu është adhurim, jo vetëm është adhurim, por se është thelbi i adhurimit. Është thelbi i adhurimit. Ne gjithashtu e dim shumë mirë se kur veprojmë një punë të mirë, qoftë kur japim sadaka, qoftë kur agjërojmë, qoftë kur falemi, qoftë kur vizitojmë të smur prej muslimanëve ose prej jo muslimanëve, shpresojmë shpërblimin e Allahut azza wa xal, kërkojmë shpërblimin e Allahut madhëruar. Dhe lutja, çka ardh në hadithin profetik, është vetë adhurimi, është thelbi dhe esenca e adhurimit. Por se për të shkak nga që i është futur dyshimi disa prej muslimanëve, qoftë në vendin tonë ose jashtë vendit, në vende të ndryshme të vendeve muslimane, shkojnë në përvarë të njerëzve të mirë dhe i lusin këta njerëz. Këta e dëshmojnë shahadetin, thonë la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Nuk meriton të adhurohet me të drejtë vetëm se Allahu i madhëruar dhe Muhamedi alayhis salam është i dërguari i Allahut. Nëse ata i pyet kujt takon adhurimi, thotë Allahut madhëruar. Por se ata nuk i konsiderojnë lutjen e të vdekurve për njerëz të mirë ose për pejgamberëve prej adhurimit të tyre, por e konsiderojnë prej adhurimit të Allahut. Dhe thonë, ne adhurojmë Allahun. Kemi për qëllim të adhurojmë Allahun. Por se s'mundemi të adhurojmë Allahun vetëm duke madhëruar këta njerëz të mirë, duke respektuar. Pra, vend fjalës adhurim, përdorim ton fjalën respektim ose madhërim. Gjithashtu nga shkaqet që i ka bërë këta musliman të shkojnë në përvendet të mira në thonjza ose në përvarre të njerëzve të mirë dhe ta lusin Allahun atje ose ti lusin këta njerëz të vdekur, është mos kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Edhe tek ne, në realitet, nëse i thot dikujt shkuptim ka fjala la ilaha illallah, na shton fillim nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Zot do të thot zotërues, krijues, posedues, sundues. Por në realitet kjo fjalë nuk kupton këtë kuptim. Mohimin se nuk ka zot, nuk ka krijues, nuk ka zotërues, nuk ka sundues tjetër përveç Allahut. E përmban këtë kuptim. Por se nuk është kuptimi i parë i kësaj dëshmie, ose kuptimi kryesor. Kjo dëshmi nënkupton
Pra kur ti dëshmon me këtë dëshmi të madhe, dëshmin më të sinqert, mohon çdo lloj adhurimi që i bëhet dikujt. Qoftë kush qoftë, qoftë engjëll, qoftë profet, qoftë shejtan, qoftë pem, qoftë gur, qoftë statuj, qoftë idhull, qoftë piktur, janë barabartë. Adhurimi, pra lutja, kërkimi i faljes, kërkimi i ndihmës, kërkimi i shpëtimit, kërkimi i udhëzimit bëhet vetëm prej kujt? Vetëm prej Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo dëshmi fillon me mohim. La ilahe. Nuk meriton të adhurohet. Nuk ka adhurues që e meriton adhurimin askush për krijesave. Nuk e meriton adhurimin. Dhe këtë adhurim e meriton vetëm Allahu i madhëruar. Vetëm Allahu. Kemi mohim, kemi dhe pohim. Askujt nuk i takon adhurimi me të drejtë. Përveç kujt? Illa Allah. Përveç Allahut madhëruar. Pra, një nga shkaqet që i bën këta musliman të bien në idhujtari, është mos kuptimi i drejtë i kësaj fjale, i dëshmisë së sinqertë, la ilaha illallah. Dhe shkaku i dytë është mos kuptimi i konceptit të adhurimit. Duke ndryshuar konceptet, duke ndryshuar nocionet e gjërave, duke i quajtur diçka që është thelbi i adhurimit, ta quash diçka që nuk është për adhurimit, të dikujt tjetër përveç Allahut. Po si e lutja adhurim, çfarë do jetë adhurim tjetër? Prandaj ata grupe të humbura, të devijuara, e kanë bërë të pëlqyeshme të shkosh tek varri i shehut dhe të kërkosh ndërmjetësim me pozitën e madhe që ka ky sheh tek Zoti. Duke thënë, o Allah, unë të lus ty me pozitën e madhe që ka ky tek ty. Kjo është më pak më e lehtë në lutje, në kërkesë. Por se të thuash, o filan, ma plotso këtë, o filan, më ndërmjetëso, o filan, më shëro. Dhe kur i thua, kush është shëruesi i vërtet dhe kush është ndihmuesi? Thënë Allahu, po ne e themi nga ana metaforike, figurative. Si themi çfarë? Na shëron ilaçi. Na shëroi mjeku. Na bëri derman ilaçi. E themi të fjalë? Bëri derman ilaçi. Po ne çfarë besimi kemi kundrejt për shkaqet? A shkaqet ndikojnë vetë apo me lenë Allahut Azza wa Jall? Është ndaluar të besoj muslimani, është besimi i gabuar, besoj se shkaku në vetvete ndikon. Por se çdo shkak që Allahu i madhëruar na ka bërë të qartë që është për shkaqe që ndikojnë, nuk ndikojnë vetëm me lejen e kujt? Të Allahut të madhëruar. Kemi shkaqe që janë të ditura, o nga tekstet që ndikojnë, tekstet kuranore dhe hadithet profetike, ose shkaqe që janë provuara prej ilaçeve, prej shkencës, pra që ka zbuluar shkenca, që filan ilaç, për shembull themi përzierja e limonit me hudhrën ndikon mirë për shfytjen për shembull. Është provuar. Ose është antibiotik natyral, edhe limoni edhe hudhra.
Dhe përdorin njerëzit. Për çfarë përdorin? Me shpresën që të mjekoj, të shëroj një sëmundje që e kemi, për shembull lidhe me ftohjen e krahërorit. Ta marrësh të shkak, ta praktikosh në bazë të përvojës të shumë njerëzve është e lejuar. Të marrësh i shkak që s'ka bazë as në tekste, është shumë e rëndësishme kjo pjesë, lidhe me akiden. Të marrësh i shkak që nuk ka bazë as në Kur'an, as në hadith, as në përvojën e njerëzve, bazuar gjithashtu në dijen, në shkencën e saktë. Atëherë nuk lejohet ta marrim si shkak. Nëse thot dikush, nëse unë shkoj në varrin e filanit, lutja pranohet. Është shkak i pranuar? Bes? Jo. Pse? Sepse nuk ka argument që tregon që në këtë vend pranohet lutja. Apo jo? Nëse themi nga guri i zi deri tek dera e Qabës, është i vend që po të qëndrosh aty pranohet lutja. Ka argument? Ka argument. Jo ka argument. Ka hadith. Nëse ne themi uji i Zemzemit po e pive dhe bën njet për një lutje pranohet. Ka argument? Ka argument. Nëse themi uji i Bardasheshit po e pive pranohet lutja. Ka argument? Jo. Nëse ti beson se filan ujë, burim në dibër, shëron verbërim, paralizën, shëron zjebjen, shëron sëmundjet e lëkurës. Dhe vjen dikush atje nga fshatarët dhe thotë, ky ujë është i provuar nga unë. Shëron gjithë të sëmundjet. Pranohet? Jo, nuk pranohet. Nuk mund pranohet. Pra një shkak i cili merret për të arritur një të mirë ose për të mbrojtur nga një e keqe dhe s'ka argument, është për shirku të vogël, për idhujtarisë së vogël. Dhe nëse beson se vetë shkaku ndikon dhe ndihmon, atëherë për shirku të madh. Ky është rregull. E kuptueshme? Po, kjo ligja për shembull që shëron. Po, ligja ka veti shëruese në lidhje me reumatizmën. Kjo është dëshmuar, është nga përvoja, kjo s'ka gjë. Përvoja e njerëzve. Po. Po jo një ujë i cili thotë shërim për syt, shërim për paralizën, shërim për lëkurën, shërim për stomakun, shërim për ku diun tjera, për zorrët. Do të ketë diçka që e bazuar në shkencë, që ky ujë pas ka karakteristika të tilla. Po ato thonë si uji i ligjës, dhe ja atje që përdorin, atje në dibër, në shqipurim, edhe i fut gjithë sëmundjet brenda. Dhe më shumë është shtyr në bysetni, jo në përvojë të saktë që është provuar që dikon. Allahu i madhëruar përmend lutjet e Ibrahimit alayhis salam, dhe jo pa qëllim e përmend lutjen e Ibrahimit alayhis salam që i ka bërë atij, për i ka bërë Allahu i madhëruar në një nga suret e përmend në surën Shuara nga ajeti 78 deri në 80. Në fillim të lutjeve Ibrahimi alayhis salam e thekson, edhe se do mjaftonte lutja, thoshte ti je ai që më shëron. Ti je që më shëron, më fal. Po ka thënë dhe unë kur smurem, je ti ai i vetmi që më shëron. Dhe thot, dhe je ti i vetmi ai i cili më ushqen dhe më jep për të pirë. Ti i vetmi. Pra, ai Allahu
i vetmi është që më ushqen dhe më jep për të pirë. Allahu i madhëruar është ai i cili e filloi lutjen e vet. Allahu është ai i cili i vetmi që më krijoi dhe më udhëzon. Sikurse Allahu i madhëruar është i vetmi që na ka krijuar dhe na ka udhëzuar, është po i vetmi në lidhje me çdo gjë për të mirave që kemi. Është i vetmi i cili na jep për të pirë, për të ngrënë. Është i vetmi i cili na shëron kur sëmuremi. Ai i vetmi. Dhe nëse personi pretendon se ka dikush tjetër përveç Allahut që lejohet ne t'i kërkojmë ushqim, pije, udhëzim, shërim, atëherë e ka barazuar Allahun me dikë tjetër? Me këtë person që kërkoj? Po. Për në arabisht ka ardhur Allahu është ai i cili, ai i vetmi që më krijoi dhe më udhëzon. Allahu është ai i vetmi i cili, ai që më ushqen dhe më për të pirë. Dhe Allahu është ai i cili kur sëmurem më shëron. Këtu është diçka shumë e bukur që dietarët përmendin, nuk ka thënë kur ai më sëmur. Kur unë sëmurem, ai më shëron. Foljen, pra realizuese, e ka përdorur tek shërimi. Dhe ka përdorur një shprehje tjetër kur përmendet çështja e sëmundjes. Edhe pse dhe sëmundja nga është? Nga Allahu i madhëruar. Por për të ruajtur edukatën në lutje ka thënë, dhe kur unë sëmurem, kur jam i sëmur, ai më shëron. Prandaj ka ardhur një hadith tjetër, thot, dhe mbështetu tek Allahu qoftë në lidhjen e kujt? E rripit të sandales. Për çdo gjë kërkon ndihmë nga Allahu. Nuk ke fuqi dhe ndryshim për veten tënde dhe për dikë tjetër, vetëm me kë? Me ndihmën e Allahut, me lejen e Tij. Dhe të ndryshosh të nocion, të thuash që lutja, kërkimi shpëtim prej dikujt, nuk është adhurim që barazon Allahun, pra në këtë që i takon atij, po është punë e mirë, për cilën jemi këshilluar dhe vjen me hadithin e kujt? E të verbërit, që shkoi tek profeti sallallahu alajhi wasallam që kërkoi çfarë kërkoi? I kërkoi që Allahu t'ia kthente shikimin. Dhe këtu bim një gabim tjetër, duke barazuar midis kujt? Midis kërkimin ndihmë prej të gjallit dhe kërkimin ndihmë prej të vdekurit. Këta të cilët shkojnë tek varret dhe një herë, e njerëzve të mirë dhe kërkojnë prej tyre ndihmë, me çfarë argumentohen? Një nga argumentet është ky, hadithi të verbrit, ose hadithi e saj gruas pra me ngjyrë të zezë, e cila i bindet fikët, kishte sëmundjen e epilepsisë dhe zbulohesh. Dhe shkoi tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i tha, lut Allahun për mua. Pa nuk i luti vetë. Dhe thënë, ja, lejohet në kërku nga i dërguari lutje. Dhe shkojnë tek varri dhe kërkojnë lutje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Duke barazuar midis kujt? Midis kërkimit lutje nga një i gjallë që lejohet në origjinë dhe e shpjeguam këtë, pyetën që bëri vllai, po është e papëlqyeshme të bëhet zakon. Dhe ndërmjet kujt? Ku personi shkon tek një i vdekur. Dhe një argument që ata përdorin në lidhje se i vdekur dëgjon dhe ka mundësi të kthej përgjigje.
është argumenti i të vdekurve, të vrarëve në luftën e Bedrit. Prej i dhujtarëve, të vrarët në luftën e Bedrit, prej i dhujtarëve, profeti sallallahu alajhi wasallam i futet në i pus gjithë, i varrosi. Dhe i thot atyre, i drejtohet, alayhi salam. A e gjetët të vërtetën, subhanallahu, sa fjale e rëndë dhe e frikshme. A e gjetët të vërtetën që Zoti juaj ju premtoi? I thot të vrarëve, prej i dhujtarëve që luftuan luftën e Bedrit, luftën e parë që u bë midis muslimanëve dhe i dhujtarëve të Mekës. Aty u thye ajo mendjemallësia, këndshësia e i dhujtarëve të Mekës, se mendonin se ata ishin pathyeshëm. Ata ishin të vdekur. E pan realitetin? E pan? E pan. Ahiretin. Por se si mundet një gjallë i dërguar sallallahu alajhi wasallam i flet vdekurve, thënë sufit. Ku ata s'ngjojnë. Dhe i thot një nga sahabët, nduese Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, apo i flet vdekurve, dhe ata s'ngjojnë. Ata i thotë sallallahu ata ngjojnë më shumë, më mirë se ne, pra se ju. Dhe dietarët i japin koment kësaj historie, thotë Allahu i madhëruar për t'i nënçmuar ata, ja ktheu dëgjimin e fjalës për dëgjuar fjalën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Për ta ndjerë më shumë nënçmimin dhe dhimbjen e poshtërimit. Përveç dhimbjes që ata kishin në ato momente që po vuanin, sepse ishin kokrat e armiqit të Islamit. Pra i dhujtarët që luftuan në luftën e Bedrit kundra profetit sallallahu alajhi wasallam dhe kundra sahabëve, besimtarëve të vetëm të asaj kohe. Mbasi u vran, i futi profeti sallallahu alajhi wasallam në një pus për t'i varrosur dhe kur afrohet afër tyre i thot: "A e gjetë të vërtetën që premtoi Zoti juaj?" Dhe kjo histori, kjo ndodhi nuk është argument. Sepse Allahu i madhëruar na shpjegon dhe na sqaron dhe na mëson në Kur'anin famlar se të vdekurit nuk ngjojnë. Nuk ka mundësi të ngjojnë. Dhe hadithet që përdorin që e si argument se dhënia selam, salavate për selam tani kur është i vdekur, është hadith që tregon që arrin tek ai. Por se kjo është çfarë specifike në lidhje me salavatet dhe në lidhje me kë, me profetin sallallahu alajhi wasallam. Dhe ka ardhur një hadith tjetër që tregon që ka engjëj turist, vizitor, që selamet tona, salavatet tona ja përcjellin kujt? Profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kur shkojmë atje dhe japim selam, gjithashtu selami ngjohet nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Por se a është kjo për çdo të vdekur? Jo. Prandaj nuk është argument për ata të cilët shkojnë tek varret e njerëzve të mirë, kushdo qoftë ai. Dhe e lusin Allahun nëpërmjet këtij të vdekurit ose lusin direkt të vdekurin. Këto nuk janë argumente. Pra, qoftë argument që sjellin se si i verbri shkoi tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe kërkoi lutje, qoftë kur vishin sahabët kur ishte thatësi, i kërkoshin lutje për sallam që Allah të bëste shiun, po shkoshin tek ai. Ai që sahabët që kur ishin ke shtëpia vet thoshin: "O i dërguari i Allahut." Thoshin kështu? "Luta Allahun." Shkoshin tek ai. Afroheshin tek ai. Gjonte fjalën e tyre. Apo jo? Dhe nga argumentet që tregon që i dërguari i Allahut mbas vdekjes nuk kërkohet për ti më lutje, është vepra e Umerit radhiyallahu anhu, i cili mbasi ndroi jetë profetit sallallahu alajhi wasallam, kur kishte nevojë për diçka, për të lutur për të mirën e muslimanëve, për dobinë e muslimanëve, ku shkonte ke cili sahab? Ke Abasi ka ardhur. Ke Abasi, xhaxhai i profetit sallallahu alajhi wasallam.
shkonte tek ai sepse ishte prej atyre që pranohesh lutja, me dëshminë që ka dhënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Allah i madhëruar në lidhje me të vdekurit thot: nëse i thërrisni, i lutni ata nuk e dëgjojnë thirrjen lutjen tuaj. Kjo është e para. Dhe supozojmë sikur nëse ata do të dëgjonin lutjen tuaj, nuk do t'ju përgjigjeshin dhe nuk do kishin mundësi t'ju përgjigjeshin lutjes suaj. Dhe në ditën e gjykimit, në ditën e madhe, do ta mohojnë i dhujtarin që i bët Allahut madhëruar nëpërmjet tyre. Ky ajet kuranor tregon për shumë pra çështje. E para tregon që lutja është adhurim. Dhe është për shirkut të lutesh dikë tjetër, kërkosh për dikujt tjetër ndihmë, shpëtim, shërim. Gjithashtu tregon që të vdekurit nuk dëgjojnë. Dhe në rast se do ngjonin, nuk do kishin mundësi dot të bëshin asgjë, as për dobis, as për dëmit. Dhe këta njerëz dhe mohojnë lutin që u bë atyre. Do mohojnë, dhe refuzojnë, dhe do mohojnë që nuk na takon, pra nuk na takon të neve të ishim për atyre që luteshin, që dërtohesh lutja. Dhe do mohojnë lutin që u bë atyre. Thot Allahu Azza wa Jalla gjithashtu: ata që i thërasin, lusin përveç Allahut, ata që i thërasin dhe i lusin përveç Allahut nuk krijojnë asgjë. Ata i thërasin dhe i lusin pra përveç Allahut, ata nuk kanë krijuar ndonjë gjë. Përkundrazi, ata janë të krijuar. Pra ata që ju i lusni përveç Allahut nuk kanë krijuar gjë, ata vetë janë të krijuar. Dhe mbas jetës, ata janë të vdekur. Mbas jetës që do jetojnë, janë të vdekur, jo të gjallë. Dhe gjithashtu nuk e din se kur do ringjallen. Dhe si është e mundur që shkon njeriu me një mendje kaq të lehtë, shkon dhe lut dikë tjetër për Allahut madhëruar, qoftë i gjallë, qoftë i vdekur. Dhe më keqja është kur është i vdekur, që s'ka mundësi as ngjoj, as bën dobi në çdo lloj aspekti. Gjithashtu, kërkimi i ndërmjetësimit ka dy kuptime. Pra, kemi tawassulin, kemi dhe shafatin. Të dy janë përkthyer në shqip ndërmjetësim. Tawassuli ka për qëllim afrimin që do njeriu pra për të afruar tek Allahu i madhëruar. Të afrohemi tek Allahu i madhëruar me dashurinë që kemi për Allahun, me dashurinë që kemi për profetin sallallahu alajhi wasallam, të afrohemi tek Allahu duke përmendur se ne jemi pasues së rrugës profetike, me punët tona që pasojmë rrugën profetike, me punët tona të mira është lejuar. Nëse thua o Allah, për dashurinë që kam unë për ty, dhe për profetin sallallahu alajhi wasallam, për fen tënde, më fal mua, ose më ndihmo mua. Ose, o Allah, unë kam pasur disa punëtorë të cilët kam punuar tek unë. Dhe kam qenë që gjithmonë ja hepja hakun e tyre. Hadithi 3 banorëve të shpellës, që ra në shpellë, pra hyn në shpellë për të kaluar natën, ra një shkëmb nga lart i zuri hyrjen. Dhe çfarë tha njëri prej tyre? Nuk ka shpëtim për nesh, nuk shpëtojmë dot, veçse duke lutur Allahun
me punët tona më të sinqerta. Ky është lusim Allahun me punët tona më të sinqerta. I pari tha kam pasur prindër që i jepin përparësi ndaj fëmijëve. E dini hadithin mes. Që ka pasur një rast kur fëmijët e mi ishin të rritur, nuk isha se pak për qumshit, dhe nuk i thash atyre derisa u çuan prindërit. Rasti i atij i cili kishte një vajzë xhaxhaj që e donte shumë, por ajo refuzonte, nuk e donte. Në një ditë halli, ajo kur ishte keq, i kërkon atij ndihmë dhe borxh, ai thot me kushtin që të më lejosh mua të jem burri jot, të shkojmë bashkë. Në momentin kur ajo e lejoi nga halli, i thot ki frikë Allahun, momentin më delikat, momentin e fundit final. Mos më merr ndëshmërin mua dhe se me hak. Në moment u çova. Në moment unë u çova. Nëse kam bërë të për hir të Allahut o Zot, për hir tënd, atëherë na shpëto nga kjo që kemi rënë. Dhe hapet një pjesë e shkëmbit, pra e derës, hyrjes. Dhe tjetri ishte ai i cili kishte disa punëtor, që kishte pra qiraxhi, që kishte si punëtor, ata u larguan, i tha punëtorët tit, tënë që kemi marrë për fitimit prej ton, na i ruaj, a jo vetëm i ruajti fitimin, por i vuri në punë. Pra bleu me to, i shumë fishoj ato. Dhe kur erdhën ata, thanë duan fitimin ton. E shikoni që ka atje, thot, ke livadët, për deleve, deveve, lopëve, po, ajo është e juaja. Si është e jona? Jo vetëm se ju e kam ruajtur, po ja shumë fishova atë. O Allah, nëse kam bërë të për hirën tënd, na shpëto. Kjo quhet të lusim Allahun, të afrohemi tek Allahu, që kërkojmë shpëtimin dhe ndihmën, normalisht një punë të mirë. Dhe mund themi për dashurinë që kam për Allahun, për besimin që kam për Zotin, për dashurinë që kam për profetin sallallahu alajhi wasallam. Po s'mund ta lusim Allahun për pozitën e dikujt që ka ai tek Allahu. A mund të thuash, o Allah, unë të lus ty për pozitën që ka pejgamberit tek ty, për hir të sajt, ose unë të lus ty për hir të devotshmërisë dhe imanit që ka filan hoxh tek ty? A mundesh thysh në punë me dëshminë e tjetrit? Apo dëshminë tënde? Me punën tënde? A i cili e lutë Allahun me pozitën e dikujt që ka ai tek Allahu, është sikur se ai punësuari që punësohet me dëshminë, jo të vetëm, por të tjetrit. Dhe kjo është ndaluar. E lejuara është nëse ne e lusim Allahun me punët tona të mira, me imanin ton, me sinqeritetin ton që kemi në punët e mira. Ndërsa shefati, a kërkohet nga dikush në të botë shefatin për ditën e gjykimit. Dhe ketë shefatin e gjykimit, ndërmjetësim do ketë. Do ketë për faljen e gjunaheve. Do ketë që të fillojë llogaria. Do ketë që dalin nga zjarri i xhenemit ato të cilët janë prej besimtarëve, por kanë pas gjuna, janë futur në zjarrin e xhenemit. Për shpejtuar hyrjen në xhenet. Për të ngritur grada në xhenet. Ka lloj ndërmjetësimesh. Ndërmjetësime që i bëjnë profetët. I pari profeti sallallahu alajhi wasallam, profetët, egjit, njerëz të mirë, dëshmorët, sinqertët, i devotshmi, për familjen, për të afërmin, për shokun, ka argumente. Ndërmjetësimi i parë cili është? Ndërmjetësimi që do bëj profeti sallam për fillimin e llogarisë. Apo jo? Njerëzit do qëndrojnë 50.000 vite ku? Dhe gjykimit, në pritje. Do shkojnë fillim për të kërkuar derman, zgjidhje, ndihmë, që të filloj dita e gjykimit. S'po dorojnë më. Shkoj kush? Ke Ademi a.s. Ademi a.s. thot,
përmend gabimin e vet, thotë nuk jam unë për këtë. Shkonin tek ai që është pas. Shkojnë tek Nuhu, shkojnë tek Ibrahimi, shkojnë tek Musai, shkojnë tek Isa alayhis salam dhe shkojnë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shkojnë tek ai. Dhe të lutë Allahun të filloj llogaria. Nëse do kishte në dorë diçka për selam, diçka në dorën e tij, do fillonte llogaria apo jo? Do fillonte. Se ishte mëshirsh. Sepse Allah bëri të mëshirsh. Për mëshirës Allahut është dhe mëshira që kishte dhe ka, që do ketë për selam në ditën e gjykimit për besimtarët. Po çfarë bëhet? Masi besimtarët thojnë lutë Allahun që filloj llogaria. Thotë unë jam për këtë. Po unë jam për këtë. Po çfarë bëhet? A fillon direkt apo bie në sejdë? Bie në sejdë. Kush? Profeti sallam nën arsh, nën fronin e Allahut. Dhe thotë më mëson Allahu lutje dhe lavdërime që nuk i dija më para. Dhe i kërkoj Allahut leje. I kërkoj leje për ndërmjetësimin. Dhe nuk ngrihem nga sejdja derisa Allah më thot ngrije kokën. Kërko t'jepet. Ndërmjetëso pranohet. Dy kushtet ndërmjetësimit ditën e gjykimit janë leja që Allahu jep për atë person që do bëhet ndërmjetësimi, askush nuk ka mundësi të bëjë ndërmjetësim për dikë, qof i dërguar, qof engjëll, qof njeri i mirë, vetëm me lejen e kujt? Të Allahut. Allahu thon në Kur'anin famlar dhe thuaj i tër ndërmjetësimi takon Allahut. Dhe kushti i dytë të jetë Allahu i kënaqur me këtë person. Dhe ç'kuptim ka nëse ne shkojmë sot në të ditë, pra shkojmë në të dynja tek varri i profesorit themi o i dërguar Allahut na ndërmjetëso. Në ndërmjetësimin. Nëse ti je sahibu shafa'a, ti Allah do të japi ndërmjetësimin. Na bëj neve të kemi pjesë për ndërmjetësimin tënd. Po ky ndërmjetësim kërkohet profetit apo Allahut? Allahut më dhëruar. Si është lutja e saktë? O Allah, na mundso ndërmjetësimin e profetit e selam ditën e gjykimit. Dhe jo themi o i dërguar i Allahut, na jep ti na mundson ndërmjetësimin tënd ditën e gjykimit. Ka ndryshim? Shumë ndryshim. E para është e pëlqyeshme, e dyta është shirk. Të kërkosh shafatin nga i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thotë Allahu azza wa jall, mos lut askënd përveç Allahut. Askënd. Atë që nuk sjell dobi as dëm. Sepse nëse e bën këtë, atëherë do të jesh prej zullumqarëve. Dhe Allahu i madhëruar e urdhëron profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam me fjalën e tij, thuaj ti, unë nuk kam në dorë për ju as dëmin as udhëzimin. Dhe thuaj, unë i lutem vetëm Zotit tim dhe nuk i shoqëroj atij askënd në adhurim. Dhe ju e dini shumë mirë hadithin e Abdullah ibn Abbasit, kur profesori e këshillon Abdullah ibn Abbasin dhe i thot, kur të lutesh, lut kë vetëm Allahun. Kur të kërkosh ndihmë, kërko vetëm nga Allahu i madhëruar. Si kur tërë njerëzit dhe tërë gjinët të mlidhen për të bërë një të mirë, s'do kenë mundësi vetëm prej asaj që Allahu ka caktuar. Dhe nëse tërë gjinët dhe njerëzit do mlidhen për të bërë një të keqe, s'do kenë mundësi vetëm prej asaj që Allahu ka caktuar. Janë tharë fletët, janë ngritur lapsat dhe janë tharë fletët. Pra çdo gjë është e mbaruar.
Dhe çdo gjë është në dorën e Allahut dhe askush nuk ka dorë asgjë. Dhe thot poeti arab, Allahun e lus që të na largoj brengën, sepse brengën dhe ankthin dhe mërzitjen nuk i largon askush tjetër përveç Allahut. Prandaj Islami, feja Allahut madhëruar, që nga njeriu i parë, nga profeti i parë, që nga Ademi a.s. dhe nga profeti i parë Nuh a.s. deri tek profeti i fundit, është lidhja e pastër dhe e çiltër që ka njeriu me Zotin e tij, duke besuar sinqerisht dhe i bindur se adhurimi, madhërimi, përgjërimi, lutja, si thuash, nevoja, shpreha e nevojës, kërkimi i ndihmës është dhe i përket vetëm Allahut madhëruar. Kur njëri nga sahabët erdhi dhe kishte shumë turp nga profeti sallam, pra ishte shumë i turpshëm, edhe ndjete shumë atë pozitën që kishte profeti sallam si dërguari i Allahut sallam. Dhe filloi të dridhesh, ku afrua para profetit sallam për t'i folur. Dhe i thot, çfarë ke, thot? Qetësohu, thot. Thot, unë jam fëmia një robëreshe që ka ngrënë prej ushqimit më të thjesht. Pra unë jam vetë se njëri. Qul innama ana basharun mithlukum. Thuaj prej urdhëve të Allahut, unë jam vetë se njëri sikurse edhe ju. Yuha ilayya. Por se mua më shpallet, sepse i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë është vetëm se Allahu i madhëruar. Dhe kush shpreson takimin e Zotit të tij, le të punoj mirë, punë të cilat Allahu i ka ligjësuar, ka urdhëruar, dhe mos i bëj Allahut të barabart askënd, shok askënd në adhurim. Me këtë ajet kuranor mbyllet sura Kaf. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Unë jam vetë se thuaj, unë jam vetë se një njeri, sikurse edhe ju. Por se mua më shpallet se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu i madhëruar. Femen yarju liqa'a rabbi, dhe kush shpreson takimin e Zotit të tij, le të punoj punë të mirë dhe mos i bëj të barabartë Allahut askënd në adhurim, ai që don të shpëtoj. Nuk ka fjalë profetike që na ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, lusni Ebu Bekrin, kërkoni prej Omerit, ose qym kohën ku ka qenë profeti sallallahu gjallë, ku erdhi njëri nga vendet që banonin, për vendet e Shamit, që banonin kristianët, i ra në sejdë kujt? Profeti sallallahu alajhi wasallam, thotë çfarë bën? Thotë kam parë, thotë që ata atje i respektonin të lloj forme njerëzit me pozitë. Thotë jo, thotë. Kjo është ndaluar. Forma, pra shpreha respekt me duke bërë sejdë. Dhe ka ardhur ditën tjetër, nëse do i lejohesh dikujt të bënte sejdë dikujt tjetër, për kë ka ardhur thënë? Do t'i bënte gruaja sejdë burrit. Allah shpërbleft. Do t'i lejohesh gruas t'i bënte sejdë burrit. Por është ndaluar. Është ndaluar përkulja, kërkimi ndihmë, lutja të dikujt tjetër përveç Allahut madhëruar. Dhe është prej gabimeve më të rënda, pra ndryshimi i nocioneve, koncepteve, duke luajtur me to dhe duke thënë që jo, thot, është për respektit të njerëzve të mirë me i lutur ata. Ne jena shumë gjunaqarë dhe lutja jonë nuk arrin në deri atje. Duhet dikush ndërmjetës.
E kemi shpjeguar këtë dyshim më parë, dhe kjo është e papranueshme dhe është e gabueshme. Dhe shumë e rëndësishme ta shpjegojmë këtë pjesë sepse ka shumë prej muslimanëve, qoftë në vendin tonë, qoftë dhe jashtë, që shkojnë tek varret e njerëzve të mirë dhe ka qenë e njohur që xhamit më para kanë pasur në hyrje një varr ose disa varre. Edhe njerëzit e padijshëm shkonin dhe e lutin Allahun duke marrë bereqet, duke shpresuar tek këto varre. Gjithashtu. Duke barazuar Allahun ose duke i shoqëruar Allahut gjithashtu në lutjen e tyre të Allahut shoqërojnë gjithashtu dikë tjetër. Dhe kjo është prej idhujtarisë. Këtë kanë bërë vetë idhujtarët e Mekës. Merrshin të tjerë për njerëz të mirë si ndërmjetës për tek Allahu Azza wa Jall. Për pranimin e adhurimit, për pranimin e punës mirë, për pranimin e kurbanit. Dhe kjo është ndaluar. Dhe me kaq inshallah e mbyllim këtë mësim që përmend disa dyshime që i përmendin disa prej muslimanëve që kanë devijuar nga ignoranca e tyre, Allahu na udhëzon edhe ata, dhe këtu gabojnë në gabim shumë të rënd, nuk e gabim më të rënd se sa kur personi devijon rrugën dhe shikon idhujtarin, barazimin që i bën Allahu Azza wa Jall me krijesën, e shikon prej punës mirë të adhurimit. Kjo është nga gjërat më të rrezikshme. Allahu na fal. Dhe kanë argumentet e tyre, dyshimet e tyre. Jo argumentet, dyshimet që hedhin. Siç ta që unë përmenda, jo hadithi i verbrit, jo as të gruas, jo hadithi që profesori ju drejtua atyre të vdekurve në luftën e Bedrit, jo hadithi që japin selam në selam, që tregojnë që janë gjën të vdekurit e të tjera. Allah na bëf për atyre që janë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Allah na bëf ta shikojmë të vërtetën të vërtetë siç është, dhe na dhon sukses ta pasojmë atë. Dhe na bëf për atyre që shikojnë të keqen siç është, dhe na dhon sukses të largohemi prej saj. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam.